Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ambra Alimeta, presidente e qeverisë së nxënësve të shkollës Abdyl Paralloj në Elbasan, si dhe përfaqësuese e drapit të Korçës. Unë jam sot këtu para jush për të përcjellë zërin mbase disi të ndrojtur të bashkëmoshatarëve të mi, si dhe për të ndarë me ju një pjesë të vizionit dhe horizontit tim. Unë nuk jam këtu për të kërkuar thjesht një votë. Shkrini një copë letre, por dua besimin dhe mbështetjen tuaj reale. Pavarësisht vendimi që do të merret sot, mbetet I pandryshueshëm fakti se ne të gjithë do të ndikojmë shumë në motin e ditëve të ardhshme. Unë nuk premtoj një ndryshim të menjëhershëm, por një nga ato risi që do të përpiqem të sjell, donse jam ende në hapat e parë të karrierës, është nisma një ditë në profesion, e hartuar nga unë me qëllim që t'jap më shumë jetë, qëllimit të vërtetë të arsimit, që është përgatitja për jetën, zgjedhjet tona dhe rolin që ne do të kemi në shoqëri. Ndaj në vazhdimsi të këshillimit dhe orientimit të karrierës, kam menduar që profesioni të jetë më I prekshëm se sa thjesht një studim I jashtëm. Për këtë arsye, në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës, mësuesin e karrierës, këshillin e prindërve, si dhe me mbështetjen e zëvave, të realizojmë këtë projekt, një ditë në profesion, që në fillim të vitit, nxënësit do të ndahen në grupe sipas profesioneve që ata pëlqejnë. Më pas do të bëhet lidhja e bashkëpunimit me biznese dhe institucione të ndryshme. Të gjithë do të kemi mundësinë t'i prekim, t'i shohim dhe t'i ndjejmë nga afër profesionet që ne dëshirojmë. Jo vetëm kaq, por në fund të çdo muaji të gjithë nxënësit që e kanë prekur nga afër eksperiencën do t'va përcjellin dhe do t'va shprehin të tjerëve emocionet dhe përvojën e tyre. Vit pas viti, duke bërë këtë aktivitet, nxënësit do të ndryshojnë mendimet në lidhje me profesionin që duan dhe do të qartësohen. Qëllimi I kësaj nisme nuk është vetëm njohja nga afër me profesionet që ne pëlqejmë, por një ide më e qartë për të na orientuar për zgjedhjen tonë, si dhe përshtatja dhe socializimi. Kjo do ta bëjë zgjedhjen më të rëndësishme të karrierës, mbase edhe të jetës sonë më të lehtë. Për momentin, me aq sa unë kam kuptuar, mendoj se politika nuk do të zërë pjesën kryesore, më të rëndësishme të karrierës time, por ama, me që e kam këtë mundësi dhe këtë privilegj, dua që të lë një gjurmë në këtë institucion të rëndësishëm si parlamenti, duke mbyllur këtë fjalim me një citim timin. Duke thënë sot një fjalë të thjeshtë, por të lirë, nesër marrim nismën dhe shkruajmë historinë. Dua gjithashtu të shtoj se pavarësisht çdo ndryshimi klimatik, fryma e bashkëpunimit do të jetë fladi I lehtë, por I qëndrueshëm, që do të ledatoj flokët tanë në ditët në vijim. Një zë jam unë, bashk jemi shumë. Faleminderit për vëmendjen. Para se të largohem, dua të shtoj që tani që jam këtu në këtë foltore, kuptova se nuk është aq e thjeshtë sa ç'mund të duket nga stolat tuaj dhe shpresoj se do ta merrni në konsiderat këtë gjatë kohës që do të bëni votimin. Edhe një herë shumë faleminderit. Faleminderit, do të vazhdoj me Gesiana Prendaj. Të dashur përfaqësues të shkollave, të nderuar përfaqësues të Parlamentit dhe Ministrisë, unë jam Gesiana Prendaj, nxënëse e shkollës nëntëvjeçare Gjergj Kastrioti Lezhë dhe përfaqësuese e DRAP Lezhë në PNSH, e sot duke kandiduar për postin e nënkryetares së Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë. Parlamenti është një platformë e shkëlqyer për të shpalosur dhe aplikuar idetë tona mbi përmirësimin e përvojës sonë në shkolla, dhe unë e shoh këtë kandidim si një mundësi të mirë për të realizuar idetë e mia. Por cilat janë idetë e mia? Unë dua arsim cilësor dhe shkolla aktive, ndërroj për klasa interaktive dhe praktike, me eksperimente në laboratore, me aktivitete, me materiale plotësuese si video apo dokumentar, si dhe me shembuj konkret. Kështu, klasa do jenë marrëgëtuese dhe konceptet do t'i kuptojmë në vend që t'i mësojmë përmendesh. Për më tepër ndodhemi në kohën e inteligjencës artificiale, ku robotika dhe programimi janë shumë të rëndësishme, dhe mendoj se këto klasa duhet të bëhen pjesë nxënësve që në moshë të hershme. Një tjetër synimi imi është edhe zhvillimi më shumë aktiviteteve artistike, konkurseve, olimpiadave, si dhe kampionateve sportive, për ta mbajtur rinin aktive, të bashkuar dhe të shëndetshme. Dhe nëse doni që të gjitha këto ide të bëhen pjesë e ndryshimit, atëherë vota juaj duhet të shkojë për mua. Unë
e besoj se udhëheqja nuk është pushtet, është përgjegjësi. Nuk është të jesh mbi të tjerët, por të jesh pranë tyre, ti dëgjosh, ti kuptosh dhe të veprosh me ta me ndershmëri dhe dinjitet. Le të punojmë së bashku për një shkollë që na formon për jetën, jo për provimet, për një arsim që na nxit të veprojmë, të kuptojmë dhe të guxojmë. Unë nuk premtoj mrekulli, por premtoj përgjegjësi, zë të fortë për secilin prej jush dhe punë të palodhur për t'i kthyer këto ide në realitet. Së bashku mund të ndërtojmë ndryshimin, së bashku mund të ndërtojmë shkolla që meritojmë. Faleminderit. Faleminderit, do vazhdoj me Casey Mucha. Të nderuar përfaqësues e ministrisë dhe ju kolegë delegat që sot mbani në duar të ardhmen e këtij parlamenti. Unë jam Casey Mucha, nxënëse e shkollës nëntëvjeçare Picar, e zyrës vendore arsimore Vor dhe përfaqësuese e DRAP Tiranë. Unë sot nuk jam këtu për të kërkuar një titull, por për të bërë zërin tonë të ndihet sa më shumë. Unë mendoj që është koha që Parlamenti i Nxënësve të mos jetë thjesht një listë emrash, por një forcë reale ndryshimi. Tani rinia shqiptare është zëri që sot kërkon llogari, por është forca që nesër do të mbaj peshën e këtij vendi. Unë kandidoj për postën e kryetares jo për një pozicion, por për përgjegjësi. Zëri i nxënësve duhet të ketë peshë dhe ndikim real. Tani Parlamenti i Nxënësve nuk do të jetë një dekor nëpër foto, por motori që vën në lëvizje ndryshimin e bankat çdo shkolle të Shqipërisë. Vizioni im për këtë mandat mbështetet në 3 pika kryesore, që as pak nuk bëjnë kompromis. E para, barazi rajonale, çdo bashki duhet të ketë të njëjtat peshë mundësie si ajo e qendrës së Tiranës. Zëri im do të jetë zëri i çdo shkolle që ndihet e harruar. Gjithëpërfshirja, barazi absolute. Çdo nxënës do ketë hapësirën e tij për të shprehur mendimin lirshëm e për të marrë pjesë në projekte të ndryshme. Do të mbani mend që çdo mendim ka vlerë e çdo zë ka një fuqi. Mbrojtje dhe siguri do të loboj fort për një rrjet komunikimi drejt për drejt me ministrinë, ku problematikat e nxënësve të mos shihen si një ankesë radhës, por prioritet absolut. Unë do them kaq, votoni Casey Mucha për një rini që nuk pret, por vepron, për një parlament që nuk premton, por udhëheq. Do të thoja, nëse doni të votoni për një emër, keni shumë, por votoni për atë që do t'i përveç mangët e do të punoj për ju ditë e natë, pa u lodhur. Do doja të thoj që politika nuk është arti së mundshmes, është arti të bëjë të mundshme atë që është e nevojshme. Zgjidhni guximin, zgjidhni ndryshimin. Faleminderit, ju uroj shumë suksese. Faleminderit Casey, do vazhdoj me Rea Lila. Përshëndetje të gjithëve, jam e nderuar që të jem sot para ju. Unë jam Rea Lila, nxënëse e klasës së 8 në shkollën nëntëvjeçare Avni Rustemi Tepelen. Jam kandidate për nënkryetare e Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë dhe vi nga DRAP Fier. Sot nuk jam këtu vetëm për një titull, por për të qenë zëri çdo nxënësi. Besoj se një përfaqësues i djenjë arrin shumë përmes bashkëpunimit, përkushtimit, mbështetjes dhe gjithashtu duke pasur guximin të kapërcej çdo sfidë me të cilën përballet. Unë vi nga një qytet i vogël si Tepelena dhe e di se sa e rëndësishme është që çdo zë të dëgjohet, pavarësisht nga vendi që vjen. Dhe ne si mund ta bëjmë këtë? Ne mund ta bëjmë këtë duke krijuar mbështetje dhe besueshmëri, ku secili prej nxënësve të ndihet i lirë të thotë opinionin e tij, pa u gjykuar nga askush. Një nga qëllimet e mia kryesore është të krijojmë një urlice midis nxënësve dhe shkollës, ku të gjithë të bashkëpunojmë për një arsimim sa më cilësor dhe një mjedis sa më motivues për të gjithë. Gjatë gjithë rrugëtimit tim më ka ndjekur një moto e thjeshtë, por shumë e fuqishme. Bashkimi është forca jonë më e madhe. Të bashkuar, nëse mbështesim njëri tjetrin dhe nëse besojmë te zëri ynë, ne mund të sjellim ndryshimi. Dhe ndryshimi fillon nga ju. Unë jam gati të punoj për ju dhe me ju. Tani më duhet edhe besimi juaj. Për një kapitull sa më të ri, ku zëri nxënësve të ketë peshë dhe të krijojmë një vizion sa më të qartë për secilin nxënës. Sot zgjedhim besimin dhe nesër ndërtojmë të ardhmen. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit, do vijoj me Sara Klosi. I nderuar Zoti Kryetari i Kuvendit, e nderuar zonja ministra, të nderuar të pranishëm, unë jam Sara Klosi, nxënëse e shkollës nëntëvjeçare Ilia Qiqi Burrell, visi përfaqësuese e DRAP Durrës për të kandiduar për nënkryetare të Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë. Gjë rastin t'i falenderoj të gjithë për besimin për t'i përfaqësuar në këtë parlament. Të ndodhesh në këtë sallë, ku merren vendime për të ardhmen e Shqipërisë, është një nder, privilegj dhe përvojë që më frymëzon dhe më bën të ndihem më të përgjegjshme për detyrën që do kryej në këto 2 vite. Në shkollën time unë mësova që suksesi nuk vjen vetëm nga librat, por nga besimi që ke tek vetja dhe njerëzit që besojnë tek ti. Mësuesit mi janë ata që më kanë mbështetur dhe më kanë dhënë krah për të ndërruar. E rënj për të qëndruar e fortë dhe familja ime një mbështetje e pakurrësuar në çdo hap e sfidë. Brezi që unë përfaqësoj është ai që përjeton zhvillime të shpejta, ndryshime të shumta në të gjitha aspektet e jetës. Ne përgatitemi që sot, si deputet nxënës, të marrim përgjegjësinë në mënyrë që nesër të jemi deputet të denjë të një vendi antar të Bashkimit Evropian. Jam këtu për të dëgjuar dhe përfaqësuar secilin, pa dallim se nga vjen apo cilin komunitet përfaqëson, me bindjen se të gjithë jemi të barabartë dhe të Zot për të dhënë kontributin ton për të ecur përpara. Kërkoj votën e gjithkujt që beson të vetja, beson të ardhmja, beson në ëndrat tona për të ndërtuar një jetë më të mirë. Vizioni im, ashtu si i shumë të rinjve të tjerë, është një shkollë gjithëpërfshirëse, ku çdo nxënës ka hapësirën të shpreh talentin e tij dhe të ndjek ëndrat e veta. Çdo garë ka një fitues, nëse unë do të zgjidhem, synoj, se do të jem zëri i sinqertit të gjithë nxënësve, do të dëgjoj mendimet e tyre dhe do t'i përcjell me përgjegjësi në Parlamentin e Nxënësve. Do të promovoj bashkëpunim dhe respekt mes të gjithëve. Do të kontriboj në organizimin e aktiviteteve sportive dhe arsimore që na nxisin të mendojmë ndryshe dhe të argëtohemi në mënyrë konstruktive. Së bashku mund t'i japim rëndësi çdo zëri, t'u japim mjet ideve dhe të ndihemi me dinjitet. Faleminderit për vëmendjen që treguat, faleminderit për besimin tuaj. Suksese secilit për kandidatëve. Faleminderit. Këto ishin kandidatët për nën kryetar. Tani do të vijojmë me fjalën e kandidatëve për kryetar. Do të fillojmë me Aleksandër Duro. Përshëndetje të gjithëve. Sot kam kënaqësinë më të madhe që ndroj këtu përpara jush 140 deputet të rinj, ambicios dhe të mbushur me frymëzimin e dur për ndryshuar rrjedhat e historisë dhe për të lënë gjurmët e tyre në kapitujt e jetës, të ulur së bashku, të unifikuar si një trup i vetëm. Unë quhem Aleksandër Duro. Kam kënaqësinë e madhe që si përfaqësues i DRAP Tiranë dhe si kandidat për një post, të cilin e shoh që të lidhim duart së bashku me gjithë secilin prej jush, me gjithë secilin nxënës dhe të atyre që sot janë të ulur në bankat e shkollave tona për të hecur. Për të hecur përpara dhe për të mos u gjunjëzuar përballë asnjë sfide, sepse bashk mund sjellim ndryshimin, vetëm s'mund bëjmë asgjë. Ajo që na bashkon si të rinj është më e madhe se ajo që na ndan. Dhe ajo që na bashkon është ambicia dhe vizioni për një të nesërme më të mirë. Një komunitet i fortë nuk ndërtohet nga individ që konkurrojnë mes tyre, por nga ata që bashkëpunojnë. Sepse kur ecim të ndarë, zërat tanë zbehen, por kur qëndrojmë bashkë, zëri ynë bëhet më i fortë dhe nuk mundet të injorohet. Le të mos jemi brezi që pret dhe të rrim brapa mureve, por të rrezikojmë për të ndërtuar ato nga e para, për të ndërtuar ato ndryshe. Dhe në fund, do ta mbyll me një fjali që një mentor më ka përsëritur dhe më ka ngelur në mendje që thotë që ëndra pa qëllime ngelin thjesht dëshira. Ama sot, me votën tuaj për mua, do të arrini të vendosni një qëllim shumë të qartë për një ëndër të vetme që na bashkon dhe na bën më ndryshe nga e djeshmja dhe më të mirë se e tashmja. Faleminderit. Faleminderit. Tani kam kënaqësinë të ftoj Beren Nelaj. Të nderuar të pranishëm, çdo brez ka energjinë që mund të ndryshojë botën, dhe zëri i rinisë është një dritë që ndriçon të tashmen dhe të ardhmen.
Sot qëndroj këtu përpara jush, jo vetëm si nxënëse që vjen nga një qytet I vogël si Mamurasi, por si Bere Nelaj, kandidate për kryetare e Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë, në përfaqësim për Dra Plezh, me nderin dhe përgjegjësinë e madhe për ta bërë zërin e nxënësve të dëgjohet më fort se kurrë më parë. Zëri ynë ka fuqi, është forcë për ndryshim. Një ide e heshtur sot është një mundësi e humbur nesër. Nuk ka ndryshim pa zë e nuk ka zë pa guxim. Unë po kandidoj sepse besoj se rinia shqiptare meriton më shumë hapësirë, besim, guxim e mundësi. Po kandidoj sepse dua që mendimet tona e opinionet e idetë tona të mos mbeten vetëm fjalë, por të kthehen në vepra konkrete e projekte reale të prekshme. Po kandidoj sepse dëshiroj që çdo nxënës, pavarësisht vendit apo shkollës nga I vjen, të ndihet I përfaqësuar e I përfshirë. Vizioni im është një parlament rinor, aktiv, inovativ e gjithëpërfshirës. Dua që nxënësit të mos jenë vetëm përsmarrës, por të jenë vendimarrës. Vi përpara jush me platforma konkrete të cilat synojnë të forcojnë zërin e nxënësve, të nxisin inovacionin e të krijojnë mundësi të reja zhvillimi. Rriti talenteve dhe I mentorimit. Nxënësit bashkohen së bashku duke krijuar klube sipas aftësive të tyre dhe për të krijuar mundësi reale. Inovacioni dhe projekte për të ardhmen, trajnime, klube dhe gara ku të gjitha idetë kthehen në veprime. Përfaqësim aktiv, teknologji dhe sfida. Platformë ku nxënësit mund të propozojnë ide, të votojnë dhe të realizojnë e të zgjidhin problemet dhe sfidat e tyre. Të nderuar deputet, unë jam Bere Nelaj dhe sot nuk ju kërkoj thjesht një votë, ju kërkoj besimin tuaj, besimin për të përfaqësuar energjinë e rinisë, besoni tek vizioni, plani dhe guximi im për të ecur përpara. Së bashku mund ta bëjmë Parlamentin e Nxënësve zërin tuaj më të fortë. Le të bëjmë I brezi që nuk është, le të bëjmë I brezi që vepron. Ju faleminderit. Faleminderit. Tani do të vjojmë me Daniel Kore. Të nderuar deputet të Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë, miqtë e mi dua t'ju referohem, unë jam Daniel Kore, vi nga Gjirokastra e bukur e historisë dhe e gurit, përfaqësues I Drap Fier dhe po ashtu kandidat për kryetar në këtë parlament. Dua t'ju them diçka. Unë këtu sot po qëndroj përpara 140 fytyrave, dukeni më të bukur këtej, dhe dua t'ju saktësoj që nuk përfaqësoj vetëm Gjirokastrën, shkollën, Drapin Fier, por përfaqësoj emrin e të gjitha atyre nxënësve që nuk mendojnë se emri I tyre është vetëm një numër në regjistrin e madh të mësuesve, por ama është arkitekti I një sistemi më të mirë arsimor këtu në Shqipëri. Si presidenti I gjimnazit Asim Zeneli, ka mësuar një të vërtetë të madhe. Ndryshimi nuk vjen nga shkresat e mbyllura në përzyra, por nga guximi I nismave tona në terren. Kam parë se si bashkimi për mjedisin apo për trashëgimin kulturore nuk na bën neve faktikisht më të dobët apo më të varur nga historia, por na bën ne më të fortë për të ardhmen. Pa kështu, unë dua që t'ju drejtoj juve një pyetje. Pse të gjithë të energji që ne të rinjt kemi dhe zotrojmë kaq shumë ta mbajmë të kufizuar brenda 4 mureve të shkollave tona, ku mund ta hapim atë në të gjithë Shqipërinë për të bashkuar të gjithë studentët me këtë forcë? Platforma ime, Grand Nxënësi për nxënësin, është pikërisht një platformë që ndërthur teknologjinë dhe historinë, inovacionin dhe të vjetrën. Do të jemi të parët që do të krijojmë fondin e ri për financat e startupeve. A keni menduar ndonjëherë të krijoni biznese me financa nga nxënësit e tjerë, klube robotike, letërsie, krijimi I gazetës së shkollës, klubi korrespondencës e të tjerë. Do të krijojmë rrjetin e mentorëve, ku studentët e shkëlqyer apo ekselent mësojnë ata të cilët kanë në të vërtetë nevojë. Miqtë e mi, dua t'ju saktësoj diçka. Politika e nxënësve nuk është vetëm një post për të mburur, është një shërbim për të kryer. Unë nuk kërkoj votën tuaj vetëm për një post, por kërkoj besimin tuaj për të qenë dora që thyen barierat. Dëshiroj ta mbyll me një shprehje të John Kennedyt. Mos pyesni veten se çfarë mund të bëjë atë dheu për ju, por pyesni veten se çfarë mund të bëni ju për atë dheun. Atë dheu shkolla, klasa e ardhmja që po na pret atje jashtë. Le ta ndërtojmë së bashku. Votoni Daniel Kore. Faleminderit. Faleminderit Daniel. Tani do të vazhdojmë me Endi Kaçuli. Të nderuar anëtar të Parlamentit Rinor.
Unë quhem Meni Gaçuli, vi nga qyteti i Durrësit dhe jam i zgjedhur si nxënës deputet nga Drap Durrës. Përpara se të vija këtu, isha duke menduar se çfarë do vija t'ju thoja. Dhe rrugës kuptova se fjalët e rëndësishme nuk janë ato që mëson përmendësh, pra ato që vijnë nga zemra. Kur isha fëmijë, gjithmonë më thonin, ti duhet të rrish ulur pasi vendimet e mëdha i marrin të rriturit. Absolutisht jo. Unë ndodhem këtu sot pasi nuk pajtohem me këtë gjë. Për të ndërtuar një të ardhme, duhet vizion dhe guxim. Vizioni im është shumë i thjeshtë. Një Shqipëri ku çdo njeri ndihet i mbështetur, i dëgjuar dhe i fuqizuar. Për të përgatitur këtë vizion, kam përgatitur platformën time me 3 shtylla. Pika e parë, inkubatori rinor i AI, një platformë inteligjente e supervizuar nga një rrjet mentorësh, ku idetë fituese kthehen në ide biznesi reale. Qëllimi i kësaj nisme shumë e thjeshtë. Brenda këtyre 2-3 viteve të kemi startupe të krijuar nga vetë nxënësit e shkollave tona. Së dyti, Career Path Teen do të jetë një platformë online ku çdo nxënës i cili përballet me konfuzion për jetën e tij profesionale të gjejë veten, të gjejë profesionin e tij ideal. Ky do jetë një aplikacion që në xhepin e çdo dëriu do të kthehet pjesëtar i jetës së tij. Dhe pika e fundit, zëri të rinjve në vendimarrje. Besoj fort se ne nuk kemi vetëm për të dëgjuar, por edhe për të vendosur. Për një kohë të gjatë, të rinjtë e konsideruar thjesht si një grupim të cilët presin nga të tjerët, nga një vendimarrje më lart. Ndaj, unë propozoj një mekanizëm më eficient. Një platformë ku ne do të jemi ata që propozojmë, ata që votojmë për një rrugëtim më të shëndetshëm arsimor. E di që fjalimet harrohen, ndoshta edhe unë këto që do them tani do harrohen, por veprat jo. Ju kërkoj të më jepni hapësirën për të kontribuar, për të mbështetur dhe mbi të gjithën për të ndërtuar së bashku. Sepse në fund të ditës ne nuk kemi ardhmë e largët të Shqipërisë, por ne jemi e tashme e saj. Dhe sot jemi këtu, gati për të marrë përgjegjësi. Ju faleminderit, votoni Meni Gaçulin. Tani do të vazhdojmë me Samantha Zogolli. Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht dua të shpreh mirënjohjen time për të gjithë ekipin e mëparshëm të Parlamentit të Nxënësve. Çdo hap që bëjmë ne sot ndërtohet mbi punën që ata kanë nisur. Kjo sallë nuk ka qenë ndonjëherë më energjike se sa sot, dhe kjo falpranisë të gjithë të rinjve nga çdo cep i Shqipërisë për të shkëmbyer idetë tona. Unë jam Samantha Zogolli, përfaqësuese e Drap Korç, nxënëse e gjimnazit Ibrahim Muça Librazh. Sot nuk jam këtu vetëm për një titull, atë të kryetares së Parlamentit të Nxënësve, por jam këtu për një përgjegjësi shumë të madhe. Sepse unë besoj që Parlamenti i Nxënësve nuk duhet të jetë vetëm një strukturë, por një forcë veprimi aktive. Unë jam për një parlament gjithëpërfshirës, ku çdo nxënës nga çdo cep i Shqipërisë të ndihet i dëgjuar, pavarësisht zonës apo shkollës nga vjen. Për një parlament digjital, sepse ne jemi brezi i teknologjisë dhe zëri jon duhet të jetë aq modern sa ne. Të krijojmë një aplikacion ose platformë kombëtare ku ne të rinj të informohemi, të propozojmë ide, të raportojmë për problematika dhe të votojmë mbi sondazhe të ndryshme. Gjithashtu, krijimin e një podcasti rinor, ku të flasim për idetë, krijimtarinë dhe arritjet tona, sepse ku njëri ri flet, një tjetër frymëzohet. Pika e fundit, por jo më nga rëndësia, dua që komisionet e Parlamentit të mos jenë thjesht tituj apo poste në një letër, por ato të gjenerojnë ide, projekte reale, nisma që nuk mbeten në dosje, por zbatohen. Sepse ide që nuk veprojnë, mbeten thjesht fjalë. Dhe ne nuk do të jemi parlamenti i fjalëve, por i veprimit. Nëse më besoni mua këtë përgjegjësi, unë nuk do të jem thjesht kryetare, do të jem zëri i secilit prej jush. Sepse leadershipi i vërtet në rini nuk është thjesht të jesh në krye, por të jesh në shërbim të brezit tënd. Faleminderit për mbështetjen tuaj. Faleminderit të gjithë kandidatëve. Këto ishin 10 kandidatët për nën kryetar dhe kryetar. Tani është momenti për të votuar. Mënyra se si do të votojmë, këtu para do merrni fletën e votimit, do votoni dhe do vendosni në kolonën e parë keni emrat për nën kryetar. Në kolonën e dytë keni emrat për kryetar. Do të votoni, do e vendosni votën në kuti dhe më pas do t'i numërojmë. Do të fillojmë votimin me radhë deputetët sipas karrigeve, një nga një, mund të çoheni që tani dhe të votoni. Faleminderit.
Ju lutem fillojmë 1 nga 1 votimin. Ju lutem, tek fleta e votimit, një sqarim i vogël, do të shënoni me X ose me plus në të dyja kolona, tek kandidatët që janë për kryetar dhe nën kryetar. Do ta palosni aty sa po keni vendosur votën, dhe të palosur do vini ta fusni në kuti. Faleminderit.
Faleminderit gjithëve që votuat. Votimi ka përfunduar. I urojmë shumë sukses i kandidatëve dhe ndërkohë që vijon procesi i numërimit të votave nga komisioni, ftoj 4 vajza, drejtuese të komisioneve të legjislaturës së kaluar për të folur për eksperiencën e tyre. Ju përshëndes të gjithëve, unë quhem Hëna Pashaj dhe jam ish kryetare e Komisionit për të drejtat dhe punën. Gjithçka nisi jo vetëm si një përgjegjësi, por edhe si një sfidë, të dëgjoje, të vendosje dhe të ndërthurje idetë të gjithëve, duke i vërtet sfiduese. Por shpejt mësova diçka të thjesht, por kuptim plot. Çdo përpjekje me zemër dhe ambicie ja vlen. Kuptova se ambicia nuk është thjesht dëshira për të arritur diçka, por është guximi për të qëndruar, është forca për të vazhduar edhe kur rrugtimi duket i vështirë. Për më tepër, është besimi në atë që përfaqëson. Ka mësuar se të përfaqësosh të tjerët, do të thotë të dëgjosh çdo zë, të respektosh çdo mendim dhe të ndërtosh ura bashkëpunimi. Pikërisht nga bashkëpunimi lind forca jo më e madhe. Nëse do të më duhet të veçoja një ndër nismat më të bukura që kemi ndërmarr, padyshim do të thoja sugjerimi i librave çdo muaj, sepse çdo libër është një aventurë, e çdo faqe një botë e re. Ky rrugtim më forcoi, më formësoi dhe më tregoi se kur ambicia shoqërohet me punë dhe përkushti, rezultatet nuk mungojnë asnjëherë, sepse në fund të fundit diçka që fillon si një hap i vogël, por me guxim kthehet në një histori që ja vlen të tregohet. Ju uroj shumë suksese të gjithëve. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, e nderuar zëvendës Ministri i Arsimit, zonja Oriana Osmani, të nderuar deputet, unë quhem Kejsi Basha, vi nga legjislatura e tretë, ku u emërova kryetare komisioni për të drejtat dhe punën. Më besoni që emocionet nuk shuhen kur jemi në këto foltore. Ka qenë një privilegj i madh të shërbeja si kryetare komisioni për të drejtat dhe punën. Në fakt, nuk ishte vetëm një shërbim, por ishte një bashkëpunim dhe një përfaqësim i zërit atyre të rinjve që mbështesnin, mbronin të drejtat e tyre dhe vlerësonin punën për t'i ruajtur ato. Nëse do të veçoja një nisëm që ne si komision kemi marrë, atëherë do të veçoja një të drejtat dhe përmbush detyrat. Kjo nisëm ndezi këto mendjet e reja për të filluar një uri dhe për të respektuar më shumë këto dy shtylla kryesore të jetës, të drejtat dhe detyrat. Eksperienca këtu më ka mësuar përgjegjësi, më ka mësuar bashkëpunim dhe besim në forcën e fjalës. Kjo eksperiencë më ka mësuar se të dëgjuarit është shumë e rëndësishme, se zëri i gjithë secilit sjell ndikim të madh dhe iniciativat sado të vogla të jenë, por nëse kanë bashkëpunim, vendosmëri dhe guxim, sjellin ndryshime te mase të mëdha. Deputetëve të rinj ju uroj shumë suksese. Ju lutem, kini energji, guxim dhe vendosmëri për të ndriçuar rrugën tuaj të ideve që me sa pash ishin të mrekullueshme. Faleminderit të gjithëve dhe suksese. Përshëndetje të gjithëve. Kur fillova këtë rrugëtim, nuk e dija se sa shumë do të më mësonte të kuptoja vlerën e çdo ideje. Unë jam Cibora Kodeli, ish kryetare e Komisionit për Shëndetësinë dhe Çështje Sociale. Gjatë kësaj eksperience, kuptova se bashkimi i ideve dhe gatishmëria për të dëgjuar njëri tjetrin të bën të krijosh një ndryshim të madh. Së bashku me komisionin tim, kemi ndërmarrë nisma nga më të ndryshmet, si ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit, rëndësia e shëndetit mendor, muaji autizmit dhe shumë nisma të tjera, të cilat synonin jo vetëm informimin, por edhe mbështetjen e komunitetit tonë për të ngritur zë rreth kësaj çështje. Çdo hap, çdo diskutim që kemi bërë, kalon
për te kësaj eksperience. Dua të falenderoj veçanërisht Florin, i cili na ka qëndruar pranë në çdo moment dhe na ka duke kontribuar në çdo hap që kemi bërë. Dhe sot, duke përmbyllur këtë kapitull, dua t'ju them juve që do të vazhdoni mandatin e ri, bashkëpunoni sa më shumë me njëri tjetrin dhe merrni më të mirën e kësaj eksperience. Shumë faleminderit dhe ju uroj suksese të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Si fillim duhet ta nis duke thënë se kam shumë emocione që po e mbaj këtë fjalim në këtë foltore përpara jush, por megjithatë e kam shumë të rëndësishme që ta vazhdoj, sepse këtu vjen fundi i legjislaturës time. Të nderuar deputet dhe drejtues. Unë quhem Gjej Mato dhe jam deputete e legjislaturës së tretë dhe gjithashtu kam pasur privilegjin të jem kryetare e Komisionit të Kulturës dhe Vullnetarizmit. Sot nuk është një fund, është një dorëzim stafete. Legjislatura jonë po përfundon rrugtimin e saj dhe bashkë me të po lëm pas përvojat, përpjekjet dhe mësimet që morëm gjatë këtij 2 vjeçari shumë të mrekullueshëm. Nuk e arritëm gjithçka që ndërruam, por arritëm diçka më të rëndësishme. Mësuam të punojmë bashkë, të dëgjojmë njëri tjetrin dhe të mësojmë dhe të mbrojmë zërin e nxënësve me shumë përgjegjësi. Çdo ide, çdo debat, çdo iniciativë ishte një hap për ta përsosur këtë parlament. Sot këtë përgjegjësi të madhe ja besojmë një parlamenti të ri. Ju, gjithsecilit prej jush. Ju nuk filloni nga zero, filloni aty ku ne ndaluam. Merreni përvojën tonë dhe çoheni sa më larg me shumë energji dhe me shumë guxim. Ne largohemi me mirënjohje dhe besimin e plot që na u dha me bindje se parlamenti ynë do të vazhdojë të jetë sa më i suksesshëm në gjithë rrugëtimin e tij të plot. Suksese legjislaturës së re dhe ju uroj fat dhe të kënaqeni sa më shumë që të gjithë për jush. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Tani, ndërkohë që ju jeni në ankth për të pritur rezultatin, po marr edhe unë 2 minuta kohë sa për t'ju thënë disa porosit vogla. Unë studioj në Mynih dhe teksa po përgatisja fjalën time, mbrëm, gjatë fluturimit për Tiranë, kuptova diçka që më bëri ta shoh këtë sallë pak më ndryshe. Në kabinën e çdo avioni që niset, për fluturim ka pilot. Dhe ashtu si çdo institucion ka drejtues, ne të gjithë e dimë se sa rëndësishme është të kemi drejtimin e duhur. Por, gjatë atij fluturimi kuptova diçka shumë të rëndësishme. Asnjë avion modern nuk fluturon vetëm me një mendje të vetme. Çdo avion ka pilot, por çdo avion ka edhe ndihmës pilot. Dhe ndihmës piloti nuk është aty për dekor. Ai kontrollon instrumentet, ai monitoron kursin, ai paralajmëron për stuhit përpara udhëtimit, ai mban përgjegjësi dhe nëse duhet, ndihmës piloti merr timonin. Dhe ne, Parlamenti i Nxënësve, jemi ndihmës pilotet e Shqipërisë. Por gjithë e dim që gjatë fluturimeve ka dhe turbulenca. Ka njerëz që shohin njëri tjetrin të shqetësuar. Edhe Shqipëria ka kaluar shumë turbulenca. Ka kaluar momente të vështira. Ka kaluar prova që na kanë testuar të gjithëve si komb. Por çështja nuk është a do të ketë më turbulenca. Çështja është a do të ketë Shqipëria pilot dhe ndihmës pilot që do ta mbajnë drejtimin me qetësi. Gjatë fluturimit, pasagerët në avion janë të ndryshëm. Ka studentë që lexojnë, ka nëna që kujdesen për fëmijët, ka njerëz që shikojnë nga dritaret në mendime të thella. Por ata nuk janë në kabinën drejtuese, ata nuk shohin radarët, ata nuk shohin instrumentet, ata thjesht besojnë. E në çdo fluturim ka edhe pasagerë që vetëm ankohen për vendin, ankohen për vonesat, ankohen për turbulencat, por ekuipazhi gjithmonë vazhdon rrugën, duke marrë vendimet e duhura me qetësi dhe përgjegjësi. Dhe unë besoj se kjo sallë sot është plot me njerëz që nuk duan vetëm të komentojnë fluturimin, por duan të marrin edhe të hynë në atë kabinën drejtuese dhe të drejtojnë. E në finale, dua të them që ky nuk është më thjesht një rol, nuk është më thjesht një mandat, nuk është thjesht një legjislaturë. Kjo është një përgjegjësi historike. Sepse Shqipëria nuk do të bëhet më e fortë as nga fjalimet e mia, as nga duart rokitjet tuaja, as nga premtimet që dëgjojmë çdo ditë. Shqipëria është më e fortë kur dikush vendos të marrë përgjegjësi. Është më e drejtë
kur dikush zgjedh integritetin mbi interesin. Është më e ndershme kur dikush thotë, unë do bëj pjesën time. Dhe ai dikush jemi ne. Ne jemi pikërisht brezi që ky vend ka pritur, brezi që nuk kërkon justifikime, brezi që nuk kërkon fajtor, brezi që nuk pret kushtet perfekte. Ne jemi brezi që vepron. Dhe unë besoj se kjo sallë është plot me njerëz që janë gati të marrin përgjegjësi kur duket e vështirë, gati të flasin kur tingëllon e pakëndshme, dhe gati të guxojnë kur është më lehtë të dorëzohesh. Sepse Shqipëria nuk është më thjesht një vend i bukur me një popull mikpritës. Shqipëria është një amanet. Një amanet nga ata që sakrifikuan para nesh, dhe një amanet për ata që do të vinë pas nesh. Dhe një ditë, shumë shpejt, kur të pyesin kush e ndihmoi Shqipërinë e së nesërmes, nuk do të kemi vetëm një emër ose një individ. Do të kemi një brez që nuk u fsheh, një brez që nuk u tremb, një brez që nuk priti, një brez që tha me bindje, tani është radha jonë. Dhe sot, jam shumë i lumtur të them se tani është radha juaj. Ju jeni ndihmës pilotet e këtij fluturimi, e së bashku me pilotët profesionist, do të udhëhiqni Shqipërinë drejt një destinacioni final, aty ku Shqipëria meriton të jetë. Shumë sukses të gjithëve. E kemi gati rezultatin apo jo? Okej. Do presim.
Tani është momenti që të gjithë e keni pritur. Shpallja e rezultateve nga Komisioni për Kryetarin dhe 2 nënkryetarit e legjislaturës së 4 të Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë. Për të shpallur fituesit, ftojmë zëvendës ministren zonjën Oriona Osmani. I nderuar kryetar, të nderuar deputet të legjislaturës së kaluar, të dashur parlamentar, të nderuar mësues dhe prindër që ju kemi në sallë, në fakt sot është një ditë shumë e bukur, është një ditë ku emëruesi që na ka bashkuar të gjithëve është pikërisht demokracia. Sepse qeveria e nxënësve është një nga format e shprehjes së demokracisë në shkollat tona. Në fakt, unë dëgjova sot me shumë vëmendje fjalimet e parlamentarëve, të kandidatëve për nënkryetar dhe kryetar, ku çdo njëri nga ju në fakt përmendi autor, filozof, politikan të shquar, por si një ish mësuese do doja të përmendja një prej personazheve më të dashur që shpjegoja në shkollë dhe ishte pikërisht Fausti i Gotës. Fausti gjithmonë ishte në kërkim të asaj çka ishte jeta, cili ishte qëllimi i tij. Rrugëtoi 2 herë në jetë dhe në fund arriti të kuptonte se çfarë ishte, cili ishte qëllimi i tij në këtë jetë. Dhe qëllimi ishte të linte një gjurmë tek njerëzimi që ata ta kujtonin edhe pas shumë viteve të tjera siç ne sot. Dhe mua më vjen mirë që ju keni zgjedhur të lini një gjurmë të bukur në historinë e Parlamentit të Nxënësve Shqiptar. Shumë urime të gjithëve dhe sigurisht tani do të vazhdojmë me shpalljen e kryetarit dhe 2 nënkryetarëve. Po e nis me nënkryetarin nga AMU dhe nënkryetar me 53 vota shpallet Ambra Almeta. Nënkryetar AML shpallet me 25 vota Aleksandër Duro. Shpallet kryetar i Parlamentit të Nxënësve për legjislaturën që do të kemi këtë herë me 42 vota, Daniel Kora. Ju uroj suksese dhe sigurisht tashmë do të vazhdoni me zgjedhjen e komisioneve dhe suksese në punën tuaj, me nisma, me vizion, me horizont të ri, ashtu siç i takon të rinjve shqiptar për ta përfaqësuar ashtu siç duhet veten në Parlamentin e Nxënësve. Besim plot për punën tuaj. Faleminderit. Tani është momenti që kryetarit dhe nënkryetarit të betohen. Ju ftoj të dilni në mes të skenës. Një lloj se më përpara, pasi të mbarojën fjalën, ju duhet thoni një zëri betohem. Betohem se do të ushtroj me ndershmëri, pa anshmëri dhe përkushtim detyrën e kryetarit dhe nënkryetarit e Parlamentit të Nxënësve. Se do të respektoj Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë. Se do të mbroj me përgjegjësi interesin dhe zërin e nxënësve që përfaqësoj. Se do të garantoj barazi, dialog dhe transparencë në punën e Parlamentit dhe se do të punoj me integritet për forcimin e demokracisë dhe bashkëpunimit ndërmjet të rinjve në Shqipëri. Betohem. Jeni të lirë të flisni diçka nëse keni dëshirë.
nuk dua që ta zgjas këtë fjalim aq sa i parë dhe do ta mbyll më një herë duke ju falendëruar shumë herë, qindra herë për besimin që më dhurua dhe ju them se ju premtoj se nuk do t'ju zhgënjej. Faleminderit. Shumë faleminderit për besimin dhe për votën tuaj, një mirënjohje tepër e madhe nga ana ime dhe shpresoj mos ju zhgënjem edhe nuk diskutohet që jo. Faleminderit. Po ashtu doja të thoja edhe unë mirënjohje shumë e madhe nga ana ime, nga thellësisht nga zemra ime ju them faleminderit dhe besoj se do të bëjmë më të mirën së bashku, jo vetëm ne të tre, por të gjithë bashkë këtu. Shumë faleminderit. Jam i lumtur që sot çelëm legjislaturën e 4-rt, por tani është momenti që të shpërndahen certifikatat për nxënësit e legjislaturës së 3-të. Ju ftoj që të zbrisni poshtë dhe do të fillojmë me ndarjen e certifikatave. Ftojmë sërish zëvendës ministren për shpërndarjen e certifikatave.